si student, këmë pas fatin të banoj me të madhin, me njeri unë e madh, i cili ka bëjë historia dhe edhe ne shumë kemi qenë bashkë luftetarë dhe bashkë veprimtarë të kohës, mirë po dikush e ka fatin mi u prinj proceseve dhe Hashim Thaçi, i cili kena banu në konviktin numër 1 dhe shumë uzime, direktiva, ka qenë një student, ka qenë një djalë shumë i heshtër në pamje të parë, edhe i tërhekur në vetvete. Mirë po, një vizionar me punë që mendoj që s'po vlerësohen edhe sot. Dhe po ne duhet t'i lajmë inatët dhe duhet të folim ashtu siç ka qenë, për arsye se me qenë barc i kohës një 22 vjeçar në atë kohë, nuk ka qenë e lehtë. Pse e quhni barc kohës? Çfarë veprime? Barc ka qenë për arsye se ju ka pritë të gjitha procesa mas ramës së këtyre që i përmena më herët dëshmorëve të kombit, Hashimi edhe shumë bashkë student tjerë ju kanë prinë procesa, por pres kryesor ka qenë Hashimi, i cili kur nuk ka rreshtur se punuari, edhe në aspektin ilegal ka qenë një djalë që nuk e di çu ka mujt me vepru në Prishtinë, për arsye se e di mirë që ka qenë çdo qësh, çdo cep në atë kohë ka pas njerëz të udhës, ka pas policë, ka pas përgjime, ka pas ako e pa mundër, mirë, po ky e ka bërë veprimtarinë e tij, vlen përmenet bazë kryesore ka qenë një shtëpi, një plakë, si thëshëm të parku i Mahaxherëve, ku ajo ka qenë baza kryesore, ndoshta edhe masane mua edhe Ramadan Avdiu, kumë najnë komunikime sipër, ai se ka ditë kur, për shembull që na kena qu shumë djem atje, shumë kemi marrë informata, kemi bardh, po aja ka qenë baza kryesore, njëkohësisht edhe banesat që e përmena më herët, po besëm që shumë pak i një në atë banesë kush ka shku. Edhe s'kom dashur me njoftë. Sa më pak me dita që më mirë u konë për kuën. Për arsye se ka qenë përgjithësi e madhe se mu të arrestu një shok ose mu eliminu mu vra dikush, ka qenë barë për ta një jetën jo vetëm për mund, po edhe për familjen e një lezez, e cila do t'ishte e pa shlyer. Po fatëbërësisht, fol guximit, fol vendosmeris, fol besimit, edhe edukatës familjes, ne kemi kalu këto sfida dhe kemi vazhdu rrugtimin tonë drejt demonstratat e fundit, domethënë, kur janë marrë me një tetur, 97 na kena ditë, unë më konë shumë i vetëdijshëm edhe i informuar paraprakisht që demonstrata më nuk do të ketë. Edhe pse tash po dalin shumë studenta që të kohës, përveç që këtij Mavrajt, Muhametit, i cili akon prë, edhe ky PS, ky djali se ja rrojamnin, këta kanë qenë pro demonstratav, disa tjerë s'po du më i përmend emrat, janë kundër demonstratav në atë kohë, dhe se dalin pa turpshëm, dalin ballhapur, thënë ju kena prinj aty në demonstratav, po unë po të them që në ato demonstratav kanë qenë djemt edhe burrat të cilët më vonë kanë qenë shtyllë e ushtrisë ligjore të Kosovës. Ata e kanë organizuar demonstrat, ata na kanë thonë që është e fundit kjo demonstrat, ne ju kemi thonë studentav që mund nuk ka demonstrata, do të ketë organizime tjera, forma tjera të organizimit dhe të merrni vesh. Edhe me dal, me fol sot për shembull për sena që nuk ju takoj njerëzve, edhe ajo do të shfrytëzohet, do të analizohet, edhe më vonë më u tregu edhe atyne që nuk keni qenë pjesë aty në organizimeve, po Mavraj, domethënë, ky djalë, jo që ka qenë i guximshëm, po ka qenë urdhërrefysi asaj kohe. Domethënë, ai i ka bën organizimin përgjithësi, akteri kryesor ka qenë ai. Pikë orientuese. Ai ka qenë, domethënë, që mu bë bashkëkoordinim me të gjithë djemt të cilët kanë qenë në ilegale. E përmendet që keni qenë pra cimer me ish-presidentin e Kosovës, Hashim Thaçin, a mundesh me sa kohë keni qenë me ta cimer dhe ajo kanë tregu në herë për aksionin që i ka
krya në fillim vitet 90 edhe ato të 97 që tash dihen më. Më thonë drejtë, na kemi qëndru në konvikti numër 1, ofër menjë studentov ka qenë, në kotin e 5 dhe u më 519. Na kemi qenë, ata kanë qenë me Enver Hoxhën botë për botë, edhe me disa studenta tjerë që s'u kujtohet emrat e tyre. Kanë qenë një vit, dhe më thonë, e kemi posë për cimer. Kanë nejtë, na këna nejtë, ta dhe më thonë, janë konë dhumat ofre i këna posë. Për aksionet e para, si individ, e kam ditë që është të i bo, jënë të i bo shqiptartë, jënë të i bo në djemë tonë, jënë të i bo njerës që një ditë do t'ju bashkan gjitëm edhe vetë. Mirë, po saksisht nuk e këna ditë kush ka marrë pjesë. Dhe më thonë, këna marrë vesh krejt vën që ka qenë presidenti, Hashim Thaçi, Ramiz Ladrovci, Fadil Nura, Jakub Nura, Fadil edhe shumë e shumë djemë tjerë që s'u kujtohet për momentin.